Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku po qëndron në Valencia të Spanjës, ku po mbahet Kongresi i Partive Popullore Evropiane. Para disa liderëve dhe delegatëve, Abdigjiku foli për sfidat dhe zhvillimin e Kosovës. Ju fola për pengesat agresive të Serbisë ndaj Republikës sonë e vetë ekzistencës sonë, siç dhe bëra thirrje për njohjen e 5 shteteve mosnjose nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe vetë Spanjën, mikpritësën e këtij kongresi të familjes më të madhe evropiane, u shpreh Abdigjiku. Para të pranishmeve në këtë kongres, Abdigjiku ka folur edhe për zhvillimin e Kosovës. Për popullin e mrekullueshëm ton, për fatin ton të mbarë të ardhshëm, që asgjë nuk do ta ndalme. Sindikata e Bashkuar